Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Klikët me urdhër të prerë. Nëse ani vezë çdo ditë, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Veza është ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ për shëndetin tuaj. Vezët ofrojnë rreth 6 gram proteine të cilësisë tepër të lartë. Sipas të dhënave të Healthline, vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që duhen të marrë trupi juaj nga ushqimet, madje edhe nga mishi. Proteinat konsiderohen si një nga ushqyesit më të rëndësishëm për shëndetin e njeriut, gjysma e të cilës përdoret dhe gjendet edhe tek e verdha e vezës. Vezët do të frenojnë edhe urinë e tepërt, duke ndihmuar kështu edhe në një organizëm më të shëndetshëm, sidomos edhe duke mbajtur format më të mira trupore. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë e ditës dhe ju ndihmon gjithashtu të qëndroni më të ngopur dhe të evitoni konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët do të ofrojnë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë edhe në shëndetin tuaj të syve, çka do të rezultojë me përfitime mbreslëndse për organizmin tuaj dhe jo vetëm. Vezët janë të pasura me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar te retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakes, por edhe nga dëmtimet e dritës blu, që emetohet nga celularët, tablet ose laptop. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e problemeve të ndryshme, mbi peshës dhe sëmundjeve të tjera imunitare. Vezët nuk bllokojnë enët tuaja të gjakut, por mund t'i japin përfitime mbreslëndse në këtë aspekt në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Për vite me radhë, veza ka qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit, duke u cilësuar si një dëmtues i shëndetit tuaj. Gjithashtu, vezët besoheshin se në atë kohë rrisnin nivelin e kolesterolit, gjë që është dëshmuar nga studimet se është e gabuar. Vezët nuk ndikojnë në përkeqësimin e kolesterolit të keq, sigurisht që konsumi i vezëve të zjera është një nga alternativat më të mira ushqyese për të mbajtur organizmin tuaj më të fortë dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet që i kanosen atij. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë për të rritur masën tuaj muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite. Humbja e saj e bën njeriun që të jetë më i plogësht dhe të rritet gjithashtu shansi për fraktura. Aktiviteti fizik, veçanërisht i fokusuar tek forca, ju ndihmon që të ruani kështu masën tuaj muskulare. Vezët dhe proteinat janë të një cilësie së lartë dhe sigurisht do ju ofrojnë një mbrojtje më të mirë të masës tuaj muskulare dhe rritje më të theksuar të saj. Vezët, kryesisht ato në formën e zier, janë një nga alternativat më të shëndetshme pjesë të dietave tuaja më të mira. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të shëndetshme të konsumit të vezësh është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për problemin tuaj të kolesterolit. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon të humbisni peshën e tepërt trupore. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të përmirësuar yndyrën trupore. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrave të pasura trupore, çka do të sjellin ndikime pozitive në mbrojtjen e organizmit tuaj. Gjithashtu, këto yndyra të shëndetshme që gjenden tek veza, për shëndetin e zemrës ndikojnë pozitivisht edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në trupin tuaj dhe përrjedhojnë edhe për nivelin e sheqerit në gjak. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore,
që do të sjellin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit dhe evitimin e këtyre problemeve. Vezët e zira në mënyrë natyrale përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përmirësohet. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën, ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe nga problemet tuaja të verbërisë. Nëse doni kocka më të forta, atëherë veza mund të jetë një alternativë shumë e mirë ushqyese për tu përfshirë në dietën tuaj. Sigurisht që ekspertët këshillojnë në konsumin e saj në mënyrë të rregullt për të evituar kështu edhe komplikacionet që i kanosen. Vezët e zira janë të pasura me vitamina D, vitaminat të cilat janë të rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët tuaj gjithashtu. Gjithashtu, ato mundësojnë kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullimin e kalciumit në trup, çka do të sjellë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit dhe evitimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj në këtë rast, nëse doni që të keni kocka më të forta, vezët duhet të jenë aleate të çmuara për shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Nëse doni që vezën ta keni pjesë të dietës suaj, duhet ta konsumoni atë rregullisht dhe këshillohet që më mirë ta keni në formën e zjerë. Ku 1 deri në 3 vezë në ditë janë mëse të këshillueshme për t'u përfshirë në dietën tuaj për të marrë këto elemente të veçantë ushqyes për trupin. Veza gjen përdorim të gjerë pothuajse kudo, në ëmbëlsira, në maska bukurie, në trajtime të ndryshme të shëndetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Ndaj dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga alternativat më të mira dobipruese për shëndetin dhe jo vetëm. E pasur kryesisht me aminoacide me vitamina si kompleksi vitaminave B, me vitaminën D, me vitaminën E, fosfor, selen, kompleksin e proteinave, vezët mund të cilësohen si një nga alternativat më fitimprurse për shëndetin tuaj, çka do të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Kur blini vezë, mundohuni t'i zgjidhni ato organike të cilat janë nga pulat që rriten në natyrë. Kështu përfitimet e tyre do të jenë vërtet të mira për mbrojtjen e shëndetit. Në këtë video, sipas Delsaj, do të rendisim disa nga përfitimet e vezëve. Nëse konsumoni vezë rregullisht, do të ndjeheni më aktiv. Një vezë në madhësi mesatare plotëson 15% të nevojës ditore të vitaminës B2, e njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dhe gjithashtu mund të jetë një zgjidhje efikase për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Do të keni një shikim më të qartë. 2 antioksidantë kryesorë që gjenden tek veza, luteina dhe zeakanthina, janë mjaft të rëndësishme për të ndikuar pozitivisht edhe në shëndetin tuaj të syve dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Këto antioksidantë do të reduktojnë në mënyrë të ndjeshme riskun e dëmtimit të shëndetit makular, duke sjellë pozitiv edhe pamjen tuaj. Ndër shkaqet kryesore të degenerimit makular është përdorimi i pajisjeve elektronike për një kohë të gjatë. Sigurisht edhe të vegjëlit po vuajnë gjithmonë më shumë nga këto probleme, të cilat lidhen edhe si pasojë e qëndrimit të tepërt ndaj emetimit të dritave blu në retinën tuaj. Do të ndjeheni më të ngopur. Vezët janë një burim shumë i mirë i elementit të proteinës, i cili ju jep një ngopje më të madhe dhe gjithashtu mban larg edhe komplikacionet që mund të lidhen me urinë e tepërt, duke ju mundësuar që të mbani format më të mira trupore. Do të mbani nën kontroll edhe problemet e shëndetit të zemrës, fal elementeve ushqyes që vezët pasurojnë në dietën tuaj, do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira mbreslënse për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.